Të drejtat e njeriut nuk janë thjesht fjalë të bukura në letër. Nuk janë nocione të thata juridike. Janë fryma e jetës sonë të përditshme. Janë buroja e lirisë, sigurisë, e mendimit të lirë, e edukimit, e barazisë. Janë ëndra e përbashkët për një jetë më të mirë, sepse askush, absolutisht askush, nuk e meriton të jetojë në peshën e diskriminimit, në hijen e urrejtjes, në shigjetat e paragjykimit, apo në skajet e marginalizimit. E aq më pak, askush, as një grua, as një burr, dhe mbi të gjitha, as një fëmijë nuk e meriton të rritet mes luftës. E timohohet e drejta më themelore, e drejta për të jetuar. Çdo njeri në këtë botë, kudo që të jetë, ndron të njëjtën gjë, një shtëpi ku gëzimi nuk fshihet, ku harmonia nuk zbehet, ku jeta jetohet. Çdo prind dëshiron të njëjtën gjë për fëmijët e vet, të mësojnë pa frikë, të rriten pa pengesa, të ecin drejt së ardhmës pa dhunë, pa luftë që ua thik buzëqeshjen, por realiteti na e kujton shpesh se sa të brishta janë këto të drejta. Kosova e ka jetuar këtë brishtësi në mënyrën më të dhimbshme, ashtu si sot shumë vende të tjera. Aty kupton se sa shpejt shemben të drejtat e njeriut kur nuk mbrohen, sa lehtë jeta e zakonshme shndrohet në një betejë për mbijetesë. Prandaj, të drejtat e njeriut nuk duhen mbrojtur vetëm në libra, as vetëm në deklarata të bukura. Ato duhen mbrojtur çdo ditë, me vendosmëri, me vullnet, me guxim, sepse janë mburoja jonë kundër luftës. Janë themeli mbi të cilin ngrihet paqja. Të drejtat e njeriut kanë fuqinë të rindërtojnë, të shërojnë, të ngjallin shpresë, të ringrej një shoqëri nga rënojat e traumës. Kosova e di këtë, përderisa punohet pa ndërprerje për të ruajtur kujtesën kolektive. Po ashtu, betejë për drejtësi vazhdon për të gjithë, pa dallim. Për ata që i humbëm, për ata që mbijetuan, për ata që ende bartin plagët e luftës. Mbrojtja e të drejtave të njeriut janë betejë jone e përditshme. Ti ruajmë ato, që lufta të mos ketë më vend mes nesh, që ardhmja të ndërtohet nga ata që besojnë se paqja nis me secilin prej nesh, që historia e Kosovës të mos flas vetëm për plagët që kemi pasur, por për forcën që kemi treguar, për rrugën që kemi ndërtuar, për botën më të drejtë që duam të krijojmë e për të cilën punojmë ditë pas dite.